Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, salavat dhe selam të qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbar pasues të tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me mësimet në fiqh te kapitulli i pastërtisë, at-tahara. Tema ka të bëjë me babul ghusli wa hukmul junub, pra dispozita e pastrimit, pa ghusl dhe e gjunublakut. Ka disa argumente që i ka përmbledhur autori, mëtej ne vemi ka sqaruar Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qal, transmetohet nga Ebu Saidi të ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, al-ma'u min al-ma', uj vjen nga uj. Rawahu Muslim, transmeton Muslimi. Wa an Abi Huraira radiyallahu anhu, transmetohet nga Ebu Huraira, ka thënë, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha jalasa bayna shu'abiha al-arba', kur të ulet njeriu pra me bashkëshortën e tij, mes pra arba është për qëllim mënyrë, është qëllim dy duart dhe këmbët, pra kur të afrohet, thumma jahadaha, pastaj i afrohet asaj, janë disa argumente tjera që e qartëson, faqad wajaba al-ghusl, është obligim ghusli, muttafaqun alayh. Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah në librin e tij Bulughul Maram thot Ibn Uthaymini, autori në këtë temë dëshiron t'ju qartësoj kur bëhet obligative ghusli dhe njëkohësisht forma e ghuslit si bëhet, dhe në anën tjetër po ashtu hukmul junub, çfarë dispozite ka ai që është junub. Amma al-ghuslu fa huwa tathiru al-insan bi jami' badanihi. Ghusli është për qëllim pastrimi i njeriut, kur e pastron njeriu të gjithë trupin e tij, nga koka deri tek këmbët e tij. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë, wa in kuntum junuban fatahharu. Nëse jeni junub, atëherë pastrohuni. Dhe nuk e ka veçuar një pjesë të trupit, thot Ibn Hajeri, i Sheikh Uthaymin rahimahullah. Lam yakhussa udwan duna udw. Allahu në Kur'an ka thonë, kur jeni junub pastrohuni. Çfarë do të thotë pastron? Pastron trupin. Nuk e ka veçuar një pjesë të trupit e të përjashtohet një pjesë tjetër. Pra përfshihet të gjithë trupi. Këtu përfshihet edhe al-madmada wal istinshaq, futja e ujit në gojë dhe në hund, patjetër se përfshihet, thotë Sheikh Uthaymin, sepse Allahu ka thënë pra pastron trupin, dhe këtu edhe në marrjen e abdesit pra përfshihet në gojë dhe në hund futja e ujit. Pastaj thotë Sheikhu, pastërtia është dy lloje, an-taharatu min al-hadath, pastërti nga hadethi i vogël dhe i madh. Çka do të thotë hadath al-asghar? Hadath është diçka që ndodh. Taharatu min al-hadath al-asghar, pastërtia nga hadethi i vogël, është tujibul wudu, obligative vetëm marrja abdesit. Pra njeriu kur urinon, kur nevojë fiziologjike apo diçka të ngjashme me to, ky prishet edhe ka nevojë njeriu me marrë abdes, pra ky është hadath al-asghar, hadethi i vogël. Pra shumë e lehtë merr abdes dhe njeriu futet në namaz. Dhe këtu përfshihen pra përfshirja e gjymtyrëve të trupit, pra pjesët që duhet merret abdesi, pra fytyra, duar deri tek brylet, dhe një koka edhe këmbët deri tek nyjet. Dërsa pastërti nga hadethi i madh, taharatu kubra, pastërtia e madhe, është tujibul ghusl, atëherë kur ti obligohesh me marr ghusl. Dhe këtu përfshihet i tërë trupi. Pastaj në këtë temë thot Sheikh Ibn Uthaymeen, fi hadha al-bab yubayyin al-mu'allif rahimahullah ma tayassara min dhalik. Dhe ka përmendur hadithin e Abu Sa'id al-Khudrit, al-ma'u min al-ma', uj nga uj. Çka është për qëllim me për kthy buk falësh hadithin al-ma'u min al-ma'?
Uji duhet vjen pasi vjen uji. Dhe këtu është për qëllim dalja e ujit nga trupi, pra si rezultati i epshit, që është domethënë ejakulimi i njeriu, elma, pra quhet ujë. Sperma quhet ujë. Kur del ky ujë nga trupi, atëherë detyrohet trupi që të pastrohet me ujë. Kjo është për qëllim. Yani an al-ma'na an al-ghusl la tajib illa bi inzal al-mani. Gusli nuk bëhet obligim veç atëherë kur del al-mani, ujë i pastër. Wa hadha kana fi awwal al-islam. Kështu ka qenë në fillim të Islamit. La yajibu al-ghusl illa min al-inzal. Në fillim të Islamit ka qenë obligative, pra merr në simsim 3, që ndoshta nuk e keni ditë, fillim të Islamit ka qenë obligative kur ka ejakulu njeriu, atëherë është bë obligative pastrimi i trupit. Dorsa nëse nuk ka pas ejakulim, edhe nëse ka bo marrëdhënie seksuale, do të thënë marrëdhënie intime me bashortën, atëherë nëse nuk ka dalë ujë, ende nuk ka qenë obligative pastrimi. Kjo ka qenë fillim të Islamit, por më tej kanë ardhur argumentet që duhet pastrohet. ففي هذا الحديث pra në këtë hadith neve na qartëson se kur të del ujë wajib al-ghusl, është obligative marrja e guslit. Sawa nazala bi jama', pavarësisht, pra kjo qartëson se dalja e kur ejakulon njeriu, pavarësisht me kontakt apo jo, apo me puthje apo jo, apo me lojra, apo domethënë ledhatime, apo të menduar, au gajre dhalik, apo të ngjashme me to, el-muhim annahu yanzil bi-shahwa. Pra rregulli është kur del me epsh, atëherë është obligim pastrimi. Wa ma idha nazala al-mani li marad al-insan. Thot Sheikh Uthaymeen rahimahullah, nëse ejakulimi ndodh si rezultat i ndonjë smundje. Pra njeriu është i smurdhë, ndodh vetëm kur e vren që fa innahu la yujib al-ghusl. Nuk e ka obligim guslin. Nuk e ka obligim guslin. Wa innama yujib al-wudu faqat. Ne po duhet vetëm merret abdest. لأن الماء الذي يوجب الغسل هو الدافق. Pra përveç daljes së spermës, duhet të jetë një kusht tjetër me epsh. Pra të jetë i vrullshëm. Sepse Allahu ka thonë falyanzur al-insanu mimma khuliq, le të shiqojë njeriu nga çka është i krijuar, khuliqa min ma'in dafiq. Ai është i krijuar nga ujë që del pra fuqishëm. Wa amma alladhi laysa bidafiq, pra ai që nuk del vrullshëm, fa inhu la yujabu al-ghusl, nuk duhet merr abdes. Illa idha kan, nuk duhet merr ghusl. Illa idha kana min an-naim. Përjashtohet të nëse është në gjumë, duke fjetur. Fan-naim idha istayqadha, ai që është duke fjetur dhe kur të zgjohet, wajada ala libasihi maniyan, dhe gjen gjurmë të ujit pra të spermës në petkun e tij, fa innahu yajibu alayhi al-ghusl. Ai ka obligim marrjen e guslit. Wa in lam yadhkur ihtilaman, nëse nuk i kujtohet ai farlloj ajo ëndra, li an an-naim la yashur, njeriu që është duke fjetur nuk ndjen, fa rubbama yahtalim wa yataladhdhad wa yakhruj min al-mani wa yakhruj minhu al-madhi biladha walakin bighayri shuhur. Pra edhe nëse ndodh kjo, pa e vrejt njeriu kur të shet gjurmët, atëherë duhet pastrohet. والحاصل أن خروج المني إذا كان من يقظان فلا بد أن يكون بلذة. Pra, edhe njëherë përsërit Sheikh Ibn Uthaymin rahimullah, dalja e ujit kur njeriu është i zgjuar, patjetër duhet të jetë me epsh. Nëse ama idha kana bi ghayri ladha, nëse është pa kënaqësi, pra epsh, fala yajibu fi ila al-wudu. Ai nuk e ka obligim, kusim për ka vetëm abdesi. Urtësia është shumë e madhe, dhe me thonë, urtësi ka shariatike, urtësi shëndetësore, kështu më radhë. Kjo është e para. Është obligim me marrë gusel atëherë kur del ujë, pra sperma, kur ejakulon njeriu. E dyta është obligim marrja guslit pasi ndodh kontakti intim. Që të në thot, edhe nëse nuk ndodh ejakulimi, është obligim marrja e guslit.
Yani meta jama'a ar-rajulu imra'atahu, ku njeriu kryen marrëdhënie me bashkëshorten e tij, sawa'un anzal aw lam yanzil, pavarësisht a ka ejakulu apo jo, fa innahu yajibu alayhi an yaghtasil. Ai është ka obligim që të pastrohet. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ka në hadith që transmeton Aisha radiallahu anha, po ashtu, idha iltaqa al-khitatani, kur takohen pra khitatani, rreth prerja e mashkullit, dihet pra, dhe e femrës, faqad wajaba al-ghusl, është obligim, atër bëhet obligim gusli. Khitan al-dhakr alladhi haddu min fawqa al-hashara, pra rreth prerja e organit të mashkullit, kur depërton, domethënë, atëherë është obligim, qoftë edhe ajo rreth prerja e organit duhet, është obligative atëherë gusli. Më thonë deri në këtë imësi, pavarësisht se kjo është pjesë, ne kemi parasysh është pjesë e turpshme, por këto janë gjëra që duhet të sqarohen, dhe deri në këtë pikë është sqaruar rregulli i Islamit. Do të thonë, kjo është pjesë që duhet ta kuptoni. وعن أنس رضي الله عنه قال transmetohet nga Anesi ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق عليه. Është pyetur pejgamberi alayhi salatu wasalam, gruaja nëse sheh pra ejakulon edhe ajo gjatë duke fjetur, ashtu si sheh njeriu, pejgamberi alayhi salatu wasalam تغتسل, edhe gruaja duhet të pastrohet, muttafaqun alayh. Po ashtu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam an Abi Sa'id al-Khudri, transmetohet nga Abu Sa'idi, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, mësojmë për ashtu një rregull tjetër, idha ata ahadukum ahlahu, kur dikush i afrohet familjes tij, pra ka përshtypjen bashkëshortes së tij, thumma arada an ya'ud, pastaj dëshiron prapë të kryej kontakt, فليتوضأ بينهما وضوءا, mes marrëdhënies kontaktit parë dhe të dytë, le të merr abdes. Pra kështu ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Preferohet nga ky hadith, ka dobi nga ky hadith, ka thënë pejgamberi, pra këtë hadith që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, pasi njeriu kryen kontakt me bashkëshorten e tij, duhet të merr abdes. Nga ky hadith thot Sheikh Udhaymini, ne thot përfitojmë en din al-islami shamilun feja islame përfshin gjitha të mirat për trupin, për zemrën, për shëndetin e kështu me radhë. E dyta, en el-insani idha arada an yati ahlihi marratan fa innahu yatawadda. Kur njeriu dëshiron herën e dytë me afru bashkëshortes, duhet merr abdes. Pra është e preferuar. Yani yaghsil wajhahu wa yadayhi wa yamsa ra'sahu wa yaghsil rijlayhi. Pra dhe të merr abdes sikur merr zakonshëm. Laysa hadha ala sabil al-wujub, jo në mënyrë obligative, bel ala sabil al-istihbab. Por kjo është e preferuar. E treta, en el-insani idha arada an yanam ba'da al-jima', kur njeriu don me fjet pas marrëdhënieve, fel afdal an yaghtasil, më mirë është me u pastru. Fa in lam yumkin, nëse nuk e vepron kët, atëherë le të merr abdes. Fa in lam yumkin falyanam, edhe nëse nuk merr abdes, pra të flen. Pra kjo është e hapur. Më mirë është pastrimi, nëse jo, atëherë abdesi. Dhe kjo ka një urtësi, sepse njeriu kur është pas kontaktit, lodhet trupi dhe marrja e abdesit e rikthen prap, domethënë në një gjendje të zëlshmërisë. Dhe kjo është për urtësive që i ka marrja e abdesit.
Po ashtu transmetohet nga Aisha radiallahu anha dhe tani na tregon hadithin që forma e marrjes së guslit. Wa an Aisha radiallahu anha qalet, transmetohet nga Aisha radiallahu anha ka thënë pejgamberi ka thënë Aisha radiallahu anha. E shifni hadithet kryesisht që kanë të bëjnë me jetën e brendshme intime të pejgamberit alayhis salatu wassalam, zakonisht na vijnë nga gratë e Muhamedit sallallahu nga nënat e besimtarëve. Dhe Aisha radiallahu anha thot, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Për urtësive të mëdha që është martu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Aisha në një moshë shumë të re, ajo ka jetuar një jetë gjatë. Ajo ka jetuar një jetë të gjatë pas vdekjes pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe na ka shifni kur numet na vdes një dietar, ne e vrej mungesën e tij. E vrej mungesën e tij. Apo një talebul ilm me të mungu, e vrej mungesën e tij. Ndërsa Aisha radiallahu anha, me gjithë ata dietarë të mëdhenj sahabeve, po ata nuk kanë mund të dinë shumë gjëra të brendshme në jetën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Kështu që një nga urtësitë e mëdha që është shfaqur dhe e kanë kuptuar muslimanët, që jeta e gjatë e Aisha radiallahu anha, pra një dietare e madhe e diturisë, transmetuese e madhe hadithit, ka jetuar pas vdekjes pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe na ka dhënë dispozita, kemi mësuar prej saj dituri të madhe. Pra është mesin e 7 transmetuesve më shumë që kanë transmetuar nga pejgamberi alayhis salatu wassalam. Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha ightasala min al-janabah. Ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është pastruar nga gjunullaku. Yabda'u yaghsilu yadayhi. Ka fillu dhe i ka pastru duart e tij, thumma yufrigu bi yamini ala shimali, pastaj me dorën e djathtë mbi të majtën. Ka fërku fa yaghsilu farjahu, pastaj e ka pastruar pjesën e turpshme të trupit. Thumma yatawadda'u, pastaj ka marrë abdes. Thumma ya'khudhu al-ma'a, pastaj ka marrë ujin, fi yudkhilu asabi'ahu fi usul ash-sha'r, dhe i ka vendos pra gishtat e tij në kokë. Thumma hafana ala ra'si 3 hafanat, pastaj i ka hedhur ujë 3 herë mbi kokën e tij. Thumma afada ala sa'ir jasadihi, pastaj ka hedhur mbi tërë trupin e tij. Thumma ghasala rijlayhi, pastaj ka pastruar këmbët e tij. Muttafaqun alayh. Bukhari dhe Muslim. Pastaj Sheikh Udhaymin rahimullah thot, nga hadithi Aishës radiallahu anhu, po ashtu argumente tjera, ne i kemi ul-ghuslu sifata. Tu duhet të mësoni të paktën, kjo është pjesa që duhet të mësoni, ndoshta, si me thonë, pjesa më e rëndësishme e dersit e mësimit është forma e marrjes së guslit. Forma e marrjes së guslit. I kemi 2 forma. Forma që kryhet gusli dhe jenë rregull, dhe forma që është e preferuar dhe është sunet. As-sifatul ula, përshkrimi i parë, sifatun wajiba, wala budda minha, është formë obligative. Wa hiya an yanwiya al-insan raf'a al-janaba. Kushti i parë është me bën niyet pastrimin nga gjunullak. Nëse 100 herë lahesh, pastrohesh, por nuk e ke bën niyet me u pastru me gjunullakut, ti nuk je pastruar. Kjo është një shtyllë. Thumma ya'ummu badanahu jami'ahu bil ma'i marratan wahida. Dhe duhet ta përfshin një herë krejt trupin, i tërë trupit përfshihet me ujë, ma'al madmadha wal istinshaq, dhe kur thuhet krejt trupi, pra futja e ujit në hund dhe në gojë. Wa hadha mujzi li qawlihi ta'ala, dhe kjo përfshihet e fjala e Allahut, wa in kuntum junuban, nëse jeni junub, fatahharu, pastroni, ka thënë Allahu. Wa hadhihi al-aya, ky ajet, wa in lam yudhkar fiha, edhe pse nuk është përmendur decisivisht, nuk është përmendur ajeti që pastroni, nuk është përmendur të shtini ujë në gojë dhe në hund, çfarë thot Sheikh Udhaymini? Ajeti pastroni thot yashmil dhalika li an al-fam wa lan yutahharani fi al-wudu, sepse thot ujit në gojë dhe nuk përfshihet edhe në abdes. Dhe
përfshihet në këtë jetë, në pjesë të trupit. Wa alayhi fayajibu alayhi an yatamadmada wa yastanshaq fi al-ghusl. Pra është obligative me fut ujë në gojë dhe në hund, ashtu siç është obligative në abdes. Edhe një herë, forma më e lehta dhe që e keni në rregull guslin. Me vonjet këj trupin me pastru. Edhe përfundon, kaq. Futesh në deti, në ujë, pastrosh, gojën hund dhe jenë rregull. As-sifatu thaniya, forma e dytë që është sunne. Fehil akmalu al-afdal. Kjo është më e mira. Kjo është më e plotësuara. Bi an yaghtasila kama ightasala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Me u pastru nga gjunubaku ashtu siç është pastru pejgamberi alayhi salatu wasallam. Yaghsilu awwalan yadahu 3 marrat. Pastron dorën e tij 3 herë. Duart e tij 3 herë. Thumma yaghsil farjahu. Pra i pastron duart 3 herë. ثم يغسل فرجه وينظف مما حصل من أثر الجنابة. E pastron organin dhe gjurmët kakara, dhe me thonë nga ejakulimi. Pastaj, وإذا كان الماء قليلا ثم يتوضأ. Pas kësaj, pasi të pastron këtë pjesë, atëherë merr abdes, wudu'an kamilan. Sikur merr abdes njeriu për një namaz. Kama yatawadda lis-salah. Yani yaghsil wajhahu, pra fytyrën, madmadhën, gjitha këto. Merr abdes. Kjo është ويغسل رجليه ثم بعد ذلك pasi të merr abdes ثم بعد ذلك يأخذ الماء بيده فيروي أصول الشعر. E merr dorën e tij dhe e fut tek flokët e tij. ثم يفيض على رأسه الماء 3 مرات. 3 herë pra e hedh ujë mbi kokë. ثم يغسل سائر جسده. Pastaj fillon me la krejt trupin, mirë po duke filluar nga krahu i djathtë, pastaj nga krahu i majt. Kjo është edhe e pastron krejt të më thonë trupin. Hadha huwa al-akmal. Nëse, thot Sheikh Udhimi, walau iqtasa insan ala sifati al-ula la ajza. Nëse formën e parë ti je në rregull. Pastaj transmetohet nga Ummi Salama. Transmeton Muslimi an Ummi Salama. Thot Ummi Salama qalet qultu ya Rasul Allah. Kam thënë oj dërguar i Allahut, inni imra'atun ashuddu sha'ra ra'si. Unë jam një grua që i bëj bistek flokët. Afa anquduhu li ghusl al-janaba. A duhet ti prish, do me thonë bistekun kur të pastrohem nga gjunullaku, i transmetim nga hajdin, nga cikli. Qale la, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, jo, innama yakfika an tahuthi ala ra'sika 3 hathayat. Mjafton të hedhesh ujë 3 herë mbi ato flokë. Pra qëllimi është me arrit, do me thonë, ujët në rrënjët e flokës dhe në flokë në përgjithësi. Pra nuk shprishet bisteku. Saq al-Hafidh Ibn Hajar hadha hadith Umm Salama. Pra qartëson Ibn Hajeri se ky hadith i Umm Salamas, fa innaha kanat tashuddu sha'raha, sha'r ra'siha. Pra jo i ka bë bistek flokët. Dhe ka pyet pejgamberin alayhi salatu wasallam, a duhet i shprish? Faqala la yalzamuha, pra nuk e ka obligim. ثم ذكر حديث عائشة. Pastaj ka përmend hadithin e Aishës, autori, inni la uhillu al-masjid li haid wala junub. Nuk ja lejoj askujt, asnjë gruaje pra që është, ai që është junub dhe një gruaje që është me cikël më u fut në xhami. Transmeton Abu Davudi wa Sahih ibn Khuzaimah. Dhe pastaj e shpjegon Sheikh Udhaimin rahimahullah, pra që nuk lejohet me u fut në xhami një njeri që është papastër dhe një grua që ka ciklin gjatë ciklit. Argument është edhe kur pejgamberi alayhi salatu wassalam ka urdhëruar me dalë, dhe me thënë, gratë me cikël, mirë po më ju largu xhamis, në ya'tazilna al-musalla, me qenë prapa. Wa hadha yadullu ala an al-haid la yajuz laha an tabqa fi al-masjid. Pra nuk lejohet gruaja me hyrë në xhami. Wa amma mururuha fi al-masjid. Me kalun xhami gruaja gjatë ciklit, apo
njeriu gjatë gjunupllakut, me kalu, ka nevojë me kalu, ka nevojë me harru diçka, ka nevojë me një xhami, kjo është labes. Kadhalika inda darura, nuk ka gjë të keq. Apo në kohë, në situata kur detyrohet femra me u fut në xhami, ku janë ato situata që femra mundet e ka obligim me një xhami, për shembull, njeriu është mysafir, është në alet një xhami dhe nuk ka mundësi me lënë, domethënë ka frikë me lënë në vetur bashkëshortën, e merr dhe fut në xhami. Këto shembuj i përmend Sheikhu Udhaymini, nuk janë shembujt e mi. وعنها transmetohet po ashtu nga Aisha radiallahu anha, thot kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Unë dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam mi pastruar nga një enë vetme. Takhtalifu aydina fihi min al-janaba. Pra i kemi futur duart në një njëjtën enë. Kështu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe pra kjo qartëson që me thonë lejohet me u pastru, dhe përmend Sheikhu Udhaymini dhe bile kjo aludon në lidhshmërinë mes bashkëshortëve që gjatë pastrimit është e lejuar që të pastrohen së bashku. Këto ishin disa mësime nga që kanë bëjë me gjunupllakun, kanë bëjë me guslin dhe formën e guslit. Kjo ishte për sonte, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.